ka të bëjmë me një zjarë, nuk të thëmë zjarëvenje se mund me qenë aksidentale, mirë po të më thonë nga mos kujdesi. Cili është dëmi ose sa është hapësira që është përfshirë nga zjarri dhe sa janë të shpeshta zjarret në regionin Kamenicës këto ditëve të fundit? Përshëndetje për dëgjuesit e juaj. Po, dje me orën 1:58 kemi pranuar një lajm, lagëm Qemeria. Zjarri ka fillimisht ka qenë për buzë rreth rrugës, një për kodrinore që ka përfshi edhe deri te kalaja Kulina, dhe disa shtëpi për rreth që kanë qenë të rrezikuara nga barishat dhe nga zjarri që ka qenë në një sipërfaqe të madhe, parafërsisht janë djegur 5 hektar. Parafërsisht 5 hektar? A ka pas 5 hektar parafërsisht, do më thonë, ajo e përfshirë nga kalaja edhe barishta, mal, pemishte, gjitha që i ka përfshirë kjo sipërfaqe. E tha që ka pas mundësi që të rrezikohen edhe disa shtëpi banimin për rreth hapësirës ku është përfshirë zjarri. Po, ka pasur ndonjë dëm, është përfshirë në zjarr ndonjë kulturë bujqësore apo? Për fat të mirë ne jemi koncentruar më herë në mbrojtjen e shtëpive. Domthonë zjarri ka ardhur parafërsisht 5 deri 6 metra afër shtëpive, dikun edhe më afër, dikun pak më lart, që kemi mund ta ndërpresim. Për fat të keq, të ne të zjarfisa tani numri i vogël është në përgjithësi, ne na është dashur me mobilizu njerëz nga shtëpia, derisa kanë ardhur ekipe tjera në përforcime. Në njëjtën kohë kemi pas edhe lajmërime të zjarreve tjera në zjarre fushore edhe sidomos bujqësore grull. Në njëjtën kohë, mirë po, ja kemi arrit qëllimin që në këtë rast, në Kamenicë, për 4 orë e 30 minuta ta lokalizojmë në tërësi zjarrin, ndërsa zjarret në pjesë tjera lokalizuar pak më shpejt nga ekipet tjera. Po, a keni dyshime apo keni mundur që ta vreni nëse ky zjarr është ndezur nga ndora e njeriut apo si shkak i temperaturave të larta? Për fat keq, ne nuk jemi në atë pjesë, mirë po tregues të zjarrit kanë treguar se ka të bëjmë me një zjarr, nuk të them zjarrvenje se mund me qenë aksidentale, mirë po të më thonë nga mos kujdesi i njerëzve në këtë situatë, ku duhet do mos do më thonë me dhënë kujdesin maksimal edhe në parandalim, edhe në rastet aksidentale që kur hudhja cigareve apo gjërat e tjera, për shkak se sidomos si vjet, po janë barishtat shumë të mëdha, edhe kjo temperatura tani kanë tharë, edhe shkaktohet një zjarr, pothuajse ta quaj vulkanik, në atë aspektin e përhapjes shumë të shpejtë.